Mikroskopiku Milton dihet që është shumë i vogël. A jeton në një orë tek cepi një shtëpie që ajo shtëpi përket një zonjushe me emrin Zonja Pastërtore. Asnjëri nuk e di që ai është aty, por përveç mikut të tij, Dokles, ku kalon gjithë kohën e tij duke fjetur gjumë para zjarrit të xhakut dhe sigurisht para jush. Si çdo ditë e zakonshme, Miltoni po pastronte pjesën e orës brenda saj. Me shumë kujdes, pasi I pastroi, filloi t'i vendoste të gjitha në vend aty ku duheshin. Po, thaj, unë mbarova. E gjitha çfarë më duhet është të rregulloj orën sërish. Miltoni shtyu pjesën e orës ku bën tik-tak, por asgjë nuk ndodhi. Ora është bllokuar. Miltoni e kishte rrotulluar një herë orën, por e bëri sërish për të hequr merakun. As këtë herë nuk ndodhi gjë. Milton ishte mjaft I shqetësuar. Ai shkoi tek shoku I tij I ngushtë për t'i treguar se çfarë ka ndodhur. Dy shokët nuk dinin ç'të bënin derisa mbërriti Zonja Pastërtore. Kjo është e çuditshme, tha Zonja Pastërtore. Duket sikur ora ka ndaluar, ndoshta duhet ta shkruajmë që ta rregulloj. Eja pra Dokles, tha ajo. Duhet të shkojmë tek orëndreqësi në qytet për të parë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë orës. Jam e sigurt se zoti Jackset mund ta rregulloj. Është kaq e pastër, tha zoti Jackset kur po shikonte orën nga brenda. Duke lënë me një anë se sa rrëmuje është këtu brenda, por më e çuditshmja është që nuk duket se ka një problem. Duket shumë e pakuptim, tha Miltoni, dhe në të vërtetë ashtu ishte. Zoti Jackset erdhi me gjërat e tij për të rregulluar orën, por në fund tha që nuk kam si ta rregulloj këtë orë të vjetër, pasi nuk bëjnë më të tilla si këto. Miltoni doli jashtë për t'i dhënë lajmin e keq Doklesit, ndërkohë që Zonja Pastërtore po blinte një orë krejtësisht të re. Uroj mos të jetë në një orë acaruese, tha me vete Miltoni. Gjithashtu nuk dua të dëgjoj zhurmat e akrepave kur të ri në shtëpi. Por fatkeqësisht ashtu ndodhi. Mendoj se duhet të mësohemi, Dokles, tha Zonja Pastërtore. Por Miltoni kishte një ide më të mirë që të ngeste në një vend zogun që bënte alarmi. Pas gjysmë minuti. O, zoti madh, çfarë ishte, tha Zonja Pastërtore ndërkohë që merrte vazën në dorë. Nuk e dija që zogu I alarmit ishte kaq I rrezikshëm. Zonja Pastërtore po shkunte vazën me dorën e saj që të merrte zogun, por rastësisht doli diçka jashtë. Ishte pjesa që I mungonte orës. Por kjo si dreshin ka përfunduar këtu brenda, tha me vete ajo. Mëngjesin tjetër Zonja Pastërtore shkoi menjëherë bashkë me orën për t'ia kthyer zoti Jackset. Miltoni ishte shumë I lumtur që u kthye tek shtëpia e tij e mëparshme. Thjesht kishte nevojë për një pastrim të mirë. Dokles u ul para xhakut për t'ia futur një sy gjumë. Dokles, për çfarë mendon se mund të shërbej kjo? Nëse është e prishur, mos prek gjë më mirë. Kështu, tha Dokles. Dhe më pas ja futi gjumit sërish.